Kryeministri Hristian Mickoski, pyetur se nëse ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar janë rikthyer në tryezë për të tejkaluar mosmarrveshjen me Bullgarinë dhe se pas pushimeve a do të ketë bisedime me opozitën për të tejkaluar bllokimin në parlament me shumicën e Badenterit, tha se për të dyja rastet do të ketë bisedime derisa të arrihet një zgjidhje. Politika bazohet në bisedime. Unë jam një nga ata politikanë që duan të flasin derisa të arrihet një zgjidhje, si në rastin e parë ashtu edhe në të dytën. Ne do të vazhdojmë të flasim. Sigurisht, ne i dim cilat janë vijat tona të kuqe dhe brenda këtyre vijave të kuqe do të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje si për çështjen e parë ashtu edhe për të dytën. Lidhur me deklaratën e kryeministrit bullgar Rumen Radev, se ai mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian, por kërkon përmbushjen e detyrimeve të marra dhe mbrojtjen e bullgarëve në RMV. Mickoski tha se kushtetuta ofron mbrojtje serioze për të gjithë qytetarët dhe se këtë e ka dëshmuar edhe Këshilli i Evropës, i cili merret me të drejtat e njeriut. Por siç thot ai, të njëjtën nuk e vepron edhe Bullgaria. Tani këtu vim te tema e dytë, dhe ajo është se çfarë bëjmë me komunitetin maqedonas në anën tjetër të kufirit, duke pasur parasysh se Bullgaria ka ratifikuar një qeveri tjetër, jo kjo e zotri Radevit, se do t'i respektojë të drejtat e njeriut, ndërsa nga ana tjetër vazhdimisht shmang regjistrimin e shoqatave të komunitetit maqedonas në Bullgari. Mickoski tha se deri tani nuk është iniciuar ndonjë takim në çfarëdo niveli. Ai potencoi se preqe përpjekje diplomatike për të gjetur një zgjidhje. Fillimisht i afrojnë qëndrimet e të dyja palëve. Nëse ka mundësi për një afrim të tillë, atëherë jam absolutisht i gatshëm, tha Mickoski.